O Zoti im, o ti që nuk e dëshiron dënimin, o ti që nuk pendohesh për dhënjen, o ti që nuk e ndëshkon robin tënd për punën e keqe, mirësia jote është fillim, falja jote nuk është detyrim mbi ty, dënimi yt është drejtësi dhe vendi yt është vetëm për mirë. Nëse ti jep, kur nuk e trazon në dhënjen me të përmendura dhe nëse ti e ndalon dhënjen, ndalimi yt kur nuk është pa drejtësi. Ti e falënderon atë që të falënderon sepse ti i ke inspiruar atij falënderimin për ty. Ti shpërblen atë që të falënderon ty dhe ti i ke mësuar atij falënderimin për ty. Ti i mbulon atij punë tek qija që do ta diskreditonin nëse ti do të dëshiroje. Ti je bujar, ndaj atij që do t'ja ndaloje dhënjen sikur të dëshiroje. Që të dy ata janë prej atyre që e meritojnë diskreditimin e mos dhënjen, por ti vendosi që punët e tua të jenë bamirësi dhe fuqinë tënde për falje e bëre të jetë e vazhdueshme. Atë që të kundërshtoi ty e prite me butësi, ti i le kohë edhe atij që i kishte vënë qëllim vetes të bënte padrejtësi. Me përkujdesjen tënde, ti i jep atyre kohë derisa të reflektojnë, ti e lë dënimin ndaj atyre derisa ata të bëjnë teube, derisa edhe ai që e ka merituar dënimin të mos dënohet nga pakënaqësia jote, derisa edhe i keqi prej atyre të mos dënohet me mirësinë tënde, përveç atij që ka pasur kohë të gjatë për të kërkuar ndjesë dhe pasi atij janë parashtruar argumentet njëri pas tjetrit, kjo është nderim prej faljes tënde, o bujar, dhe mirësi që ai ka arritur prej faljes tënde, o mëshirues. Ti ke hapur një portë për robët e tu për në faljen tënde. Këtë portë ti e emërtove teube dhe për të ti bëre një argument prej revoltës tënde që ata të mos e humbin atë. I lartësuar e i shenjtëruar është vetëm emri yt kur the: pendohuni para Allahut me një pendim të sinqert që Zoti juaj t'ju ashlyej të këqijat e t'ju fus në xhennetet nën të cilët rrjedhin lumenj. Ditën kur Allahu nuk do të turpëroj profetin dhe ata që besuan së bashku me të. Drita e tyre ecën para e nga e djathta e atyre dhe ata luten: O Zoti ynë, bëje të vazhdueshme dritën tonë për ne dhe fali gjunahet tona. Me të vërtet, ti je i plot pushtetshmi mbi çdo send. Si mund të ketë kërkim ndjese për të shkujdesurin që nuk hyn në këtë shtëpi dhe pas hapjes së portës e parashtrimit argumentit? Ti je i predispozuar me veten tënde për të mirën e robëve të tu. Ti dëshiron për ata fitim në tregtinë që ata bëjnë për ty. Fitoria e tyre është kthimi i tyre te ti, e shtimi që ata kanë prej teje. I shenjtëruar e i lartësuar është emri yt kur the: dhe kush vjen me një punë të mirë do të shpërblehet me 10 fishin e asaj dhe kush vjen me një punë të keqe, dënimi i tij do të jetë vetëm për atë punë. Dhe ti the, shembulli atyre që shpenzojnë në rrugën e Allahut është si shembulli një kokre gruri nga e cila mbin 7 llastar, e në secilën llastar ka 100 kokra. Allahu e shumë fishon për cilin të dëshirojë. Dhe ti the, kush i huazon Allahut një kredi të mirë, ai ashton atë me shumë fishin e saj. Sa ajete të ngjashme me këto ke zbritur ti në Kur'an në lidhje me shumë fishimin e të mirave. Prej fshehtësisë tënde e me fjalën tënde, ti orientove ata në dëshirën për te ty që të kenë nga ajo pjesë të cilën nuk do ta arrinin me shikimet e tyre, sikur ti të mos e kishe mbuluar veten tënde. As veshët e tyre nuk do të kishin dëgjuar, e as me fuqinë e mendjes nuk do të kuptonin dot. Prandaj ti the, më kujtoni mua që edhe unë t'ju kujtoj ju, më falënderoni mua dhe mos më mohoni mua. Dhe përsëri ti the, nëse do të falënderoni, me siguri që për ju do të shtoj të mirat, dhe nëse do të më mohoni, dënimi im me të vërtetë është shumë i ashpër. Dhe ti the, lutmuni mua, që edhe unë t'i përgjigjem lutjes tuaj. Ata që i shmangen adhurimin ndaj meje, nga mendje madhësia, shumë shpejt do të hynë në xhehenem të nënçmuar. Ti e quajte adhurim lutjen drejtuar ty dhe lënien adhurimin ndaj teje e quajte mohim, dhe ti paralajmërove lënësit e adhurimit me hyrje në xhehenem të nënçmuar. Ata të kujtuan ty me mirësinë tënde, të falëndëruan ty me bamirësinë tënde, tu lutën ty me urdhrin tënd. Ata dhanë sadaka për hirin tënd, duke kërkuar shtimin tënd. Në të gjitha këto qëndron shpëtimi i tyre prej zemrimit tënd dhe fitoria e tyre qëndron me fitimin e kënaqësisë tënde. Nëse një njeri do të orientonte një njeri tjetër prej vetvetes ashtu siç orienton ti robët e tu nga vetja jote, ai njeri do të cilësohej bamirës e dhënës i madh e do të ishte i lavdëruar e i falënderuar prej çdo gjuhe. Por falënderimi dhe lavdërimi të takojnë vetëm ty në të gjitha rrugët.
Ai është falëndërim e lavdërim vetëm për ty, me ato fjalë që janë të posaçme për falëndërim e lavdërim në kuptim dhe që përsëriten vetëm për ty. O ti që i flet robëve të tu me falëndërim dhe e pret falëndërimin e tyre me bamirësi e me dhënie mirësisht të mëdha. Ti ke mbuluar ata me kaq shumë të mira e me kaq bujari, sa shumë janë shpërndarë ndër ne mirësitë e tua, sa shumë nga të mirat e tua janë derdhur mbi ne dhe ti na ke përveçuar me bamirësinë tënde. Ti na udhëzove në fenë tënde, të cilën ti zgjodhe, na udhëzove në fenë tënde me të cilën ti je i kënaqur, na udhëzove në rrugën tënde të cilën e bëre të lehtë për ne. Ti bëri që ne të shikojmë afrimin pranë teje dhe të arrim respektin e nderimin tënd. O Zoti im, prej detyrave më të pastërta e prej detyrimeve më të dallueshme, ti bëre muajin e Ramazanit, të cilin e ke përveçuar mbi të gjithë muajt e tjerë. Këtë muaj ti e ke përzgjedhur mbi të gjitha kohët, e ke preferuar mbi të gjitha kohët e vitit, me faktin se në këtë muaj ti zbrite Kuranin e dritën. Në këtë muaj ti shtove besimin, në këtë muaj ti bëre farz agjërimin, në këtë muaj ti dëshiron të falet namaz sa më shumë. Ndër netët e këtij muaji ti ke madhështuar natën e Kadrit, të cilën e ke vlerësuar më shumë se 1000 muaj. Me begatinë e këtij muaji ti na përzgjodhe ne, e nuk përzgjodhe popujt e tjerë. Me urdhrin tënd ne agjëruam ditët e këtij muaji e me ndihmën tënde falëm namaz në netët e këtij muaji. Me agjërimin e me faljen e namazit jemi në kërkim të asaj që ti ke parashtruar për ne prej mëshirës tënde. Prej teje ne i kemi shkaqet për të arritur shpërblimin tënd. Ti je i larti dhe vetëm në ty janë shpresat. Ti je bujari për të gjitha mirësitë që të kërkohen dhe ti je i afërmi për atë që mundohet të afrohet te ti. Ky muaj qëndroi ndër ne me falëndërime, na shoqëroi me pranim. Në këtë muaj ne realizuam fitimet për të dyja botët, por ai u nda prej nesh pikërisht atëherë kur i mbaroi koha dhe u sosën ditët e tij. Ne po e përcillim atë, ndarja me të cilin për ne është shumë e shtrenjtë. Largimi i tij prej nesh na ka hidhëruar e na ka brengosur. Lidhja jon me atë ishte lidhja më e ruajtur, ishte gjëja më e paprekshme, ishte detyrë që duhej kryer. Ne themi përshëndetje me paqe e shpëtim, o muaj më i madh i Allahut dhe feste miqve të tij. Përshëndetje me paqe shpëtim, o më i nderuar i shoqërues në të gjitha kohët dhe o më i miri muaj ndër të gjitha ditët e orët. Përshëndetje me paqe shpëtim për muaj në të cilin afrohen shpresat e në të cilin gjallërohen punët. Paqe shpëtim për më të lartësuarin e më të vlerësuarin e muajve. Për muajin, largimi të cilit sjell dhimbje, për muajin, dhimbja e ndarjes prej tij është shpresë. Paqe shpëtim për muajin pajtues e qetësues, pritja e cilit të gëzon me qetësim edhe ndër më të egërsuarit. Paqe shpëtim për fqinjin në të cilin u zbutën zemrat dhe në të cilin u paksuan fajet. Paqe shpëtim për ndihmuesin që ka dhënë ndihmesën e tij kundër shejtanit dhe paqe shpëtim për shokun që i lehtëson rrugët e bamirësisë. Paqe shpëtim mbi ty sa shumë janë në ty të shpëtuarit prej Allahut dhe sa i lumtur është ai që ka respektuar shenjtërinë tënde. Paqe shpëtim mbi ty sa shumë gjunahe janë fshirë gjatë ditëve të tua e sa gjunahe nga të gjitha llojet janë mbuluar në ty. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty sa shumë bujar je ndaj kriminalëve e sa i dashur je në zemrat e besimtarëve. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty që je muaj të cilin nuk e konkurojnë ditët. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty që je muaj në të cilin çdo punë është shpëtim. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty që je muaj në të cilin shoqërimi me ty nuk përzihet, as e keqja e as fjala e rëndë. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty, ti je muaj që erdhe për ne me begati dhe hoqje prej nesh ndyrësitë e fajeve. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty, që je muaj në të cilin nuk ngushtohet ai që nuk të jep lam të mirën, e nuk lodhet ai që nuk e lë agjërimin në ditët e tua. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty, që je muaj i kërkuar në kohën e vet e që sjell brengosje para mbarimit të tij. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty, sa punë të këqija janë larguar prej nesh gjatë ditëve të tua dhe sa të mira kanë ardhur mbi ne me ty. Përshëndetje me paqe shpëtim edhe mbi natën e Kadrit, që është më e vlerësuar se 1000 muaj. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty, sa të ruajtur ishim ne dje për ty dhe sa të përmalluar do të jemi nesër për ty. Përshëndetje me paqe shpëtim mbi ty për mirësitë prej cilave ne u privuam dhe sa prej begative të shkuara që na morën. O Zoti im, ne jemi të përveçuarit me këtë muaj me të cilin ti na ke nderuar dhe me mirësinë tënde na solle mbar në kohën kur të këqijt e injoronin kohën e tij dhe për të keqen e tyre u privuan prej të mirave të tij.
Ti je sunduesi i asaj që me këtë muaj na preferove me njohjen e ti. Për në këtë muaj na udhëzove të ndjekim rrugën e ti, me mbarsinë tënde, edhe pse me mangësi, ne e vazhduam agjërimin e faljen e namazit në këtë muaj dhe nga shumica e detyrimeve kemi kryer vetëm fare pak. O Zoti im, vetëm për ty është falëndërimi e lavdërimi duke pohuar të keqen e duke njohur mangësit. Vetëm për ty prej zemrave tona lidhet pendimi, prej gjuhëve tona del me sinqeritet kërkimi ndjesës. Shkruaj shpërblim për ne ato që ne I kemi lënë mangut, shpërblim me cilin të arrim bamirësinë e dëshiruar në këtë muaj dhe të marrim llojet e furnizimeve të mbledhura me kujdes. O Zot, vërtetoje për ne ndjesën tënde për mangësit që kemi lënë në të drejtat e tua. Na jep jetë edhe për muajin e Ramazanit të ardhshëm. Nëse na jep jetë, bëj për ne mbarësi që të kryejmë adhurim ashtu siç e meriton ti. Bëj që të shkojmë në atë bindje që vetëm ti e meriton. Jep për ne shpërblimin e punëve të mira që janë e drejta jote në 2 muaj prej muajve të kohës. O Zoti im, punët tona që kanë qenë afër gjunahit, ose gjunahet në këtë muajin ton, ose fajet që ne kemi bërë në këtë muaj, apo punët e këqija të qëllimshme që kanë dalë prej nesh, apo padrejtësi që kemi bërë vetes nga haresa, apo shkeljen e të drejtave të tjetrit që ne kemi kryer, duro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na mbulo me mbulesën tënde. Na fal me faljen tënde, mos na vër në këtë muaj para syve që mburen me gjunahin, mos I lëshon mbi ne në këtë muaj gjuhët e njollosësve. Bëj që të kryejmë nga punët që janë bindje shlyrje për punët që te ti janë të urryera në këtë muaj, me mëshirën tënde që nuk mbaron asnjëherë e me mirësinë tënde që kurrë nuk paksohet. O Zoti im, duro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, ktheje në të mirë pësimin që ra mbi ne në këtë muajin ton. Shtoj begatit për ne ditën e festës tonë të hapjes agjërimit. Këtë ditë bëje ditën më të mirë që kemi kaluar. Bëj që kjo ditë të vi me falje. Bëje ditë në të cilën shlyhen fajet me shumicë dhe na I fal gjunahet që kemi kryer në fshehtësi e haptasi. O Zoti im, hiqi prej nesh gjunahet tona me largimin e këtij muaji. Na nxirr prej punëve tona të këqija me daljen e këtij muaji. Me këtë muaj na bëj prej njerëzve më të lumtur, na bëj prej atyre që do të kenë pjesën më të shumtë të shpërblimit të këtij muaji dhe prej njerëzve që do të kenë në këtë muaj bollokun më të madh. O Zoti im, ai që e ka respektuar të drejtën e këtij muaji ashtu siç e meriton ky muaj, që ka ruajtur shenjtërinë e këtij muaji ashtu siç meriton të ruhet shenjtëria e tij, që ka qëndruar në të gjitha ndalimet e këtij muaji, që është ruajtur prej gjunaheve ashtu siç meriton të ruhesh prej tyre në këtë muaj, që është afruar te ti dhe me këtë afrim ka merituar kënaqësinë tënde e që dashuria e mëshirës tënde ka rënë mbi atë. Nga pasuria jote dhuro për ne ashtu siç dhurove edhe për atë. Me mirësinë tënde dhuro për ne shumë fishin që I dhe atij, sepse mirësia jote nuk ka limite. Depozitat e tua nuk paksohen, por vetëm shtohen, sepse burimet e bamirësisë tënde nuk kanë barim, dhe dhënia jote është padyshim dhënia që vjen me lehtësinë më të madhe. O Zoti im, dhuro paqe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij. Shkruaj për ne shpërblim si shpërblimet e atyre që kanë agjëruar në këtë muaj e që kanë bërë adhurim në këtë muaj vetëm për hirin tënd deri në ditën e Kiametit. O Zoti im, ne bëjmë teube para teje në ditën tonë të hapjes së agjërimit, ditën të cilën ti e ke bërë për besimtarët fest e gëzim, për ata që besojnë në fen tënde, e ke bërë këtë ditë bashkim e vendmbledhje për bashkëpunim prej çdo gjunahi që kemi bërë, prej çdo pune të keqe që kemi kryer më parë, ose për çdo të keqeje që ka kaluar në mendjen e në zemrën tonë. Bëjmë një teube që nuk ka më kthim në gjunah. Pas kësaj teubeje nuk ka më kthim në faje. Teube të sinqert, e larg çdo dyshimi të përgjërohemi, pranoje atë prej nesh. Dhe jesh I kënaqur me ne dhe na bëj të qëndrueshëm në teuben ton. O Zoti im, bëj që të mbajmë në mendje dënimin me të cilin jemi kërcënuar dhe dëshirën për shpërblimin e premtuar, që të shijojmë kënaqësinë e asaj me të cilën ne të lutemi ty dhe pikëllimin e madh prej asaj që të kërkojmë strehim te ti. Pran teje bëj që t'jemi prej atyre që bëjnë teube dhe për cilët është siguruar dashuria jote. Na bëj prej atyre nga cilët ti je I kënaqur me bindjen e tyre. O më I drejti të drejtëve, o Zoti im,
Fali baballarët e nënat tona dhe të gjithë ata që janë në fen ton, të parët e ata që do të vinë deri ditën e Kiametit. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për profetin ton Muhammedin e për familjen e tij, ashtu siç dhurove paqe shpëtim për ëngjëjt e tu të afërm. Dhuro paqe shpëtim për familjen e tij, ashtu siç dhurove për profetët e për të dërguarit e tu. Dhuro paqe shpëtim mbi të dhe mbi familjen e tij, ashtu siç dhurove paqe shpëtim për njerëzit e mirë. Dhuro edhe më shumë se kaq, o Zoti i botëve, paqe e shpëtim. Bëj që ndër ne të arrijë begatia e dobia e kësaj paqeje dhe shpëtimi. Bëj që lutja jonë të jetë e pranueshme, me të vërtetë ti je bujari prej të cilit shpresohet, je dhënësi për cilin do që mbështetet në ty, je dhënësi për cilin do që kërkon mirësinë tënde, dhe vetëm ti je fuqiploti mbi të gjitha sendet.